politike pa pasur dakordim më gjerë, por nëse shkot edhe në fund të listës ka këtu deputet cilët nuk është se shquhen për afërsi me zonjën Osmani. Dhe nëse i kthehemi matematikës kryesore, pra që janë 67 apo 68 vota, mjafton që 3 apo 4 prej këtyre deputetëve të mos marrin pjesë në votim dhe dështon zgjedhja e presidentit në rast se nuk do të ketë pra deputet. Me numrin kthehemi te PDK-ja. Mbaz numrit edhe mundësive vetëm alternativë, e vetmja mundësi është për një marrëveshje me Partinë Demokratike të Kosovës me 22 ulse. LDK-ja me 15, thamë 2-3 vetë mos me marë pjesë, bjen krejt kalkulimi, dëmane vetëm jashtëgjasë është Partia Demokratike e Kosovës. Me 23 deputet, hipotekisht me marë edhe mandatin e fundit që po shtyjnë me LDK-n. Çështja është kandidatja në këtë rast zonja Osmani nuk është kandidatur në radhë parë që është paraqitur si konsensuale apo asnjëse në mes të partive nga akterët kryesorë të PDK-s, kështu që vështirë besoj që PDK-ja do të kishte vot për zonjën Osmani në konfiguracionin aktual. Fakti që zoti Kurti ka përmendur që do ta ketë diskutim të parë me zonjën Osmani është për bindjen time indikator që do të tentohet që barra e përgjegjësisë për të siguruar votat e nevojshme të bjerë pikërisht mbi zonjën Osmani dhe diskutimeve që ajo mund të ketë në këtë rast sidomos me deputetët e LDK-s, duke ditur pra që në mesin e tyre ka individ që kanë qenë shumë të afërt me të. Zonja Kica Xhelili ka hyrë në fakt në politikë përmes partisë zonjës Osmani, kemi Kujtim Shalin i cili tradicionalisht ka pasur raporte më të afërta, zotin Anton Çuni e të tjerë, kështu që unë besoj që do të tentohet nga zoti Kurti që të luhet një lojë politike që të tentohet që t'i kërkohet zonjës Osmani që t'i siguroj votat e mbetura. Kjo është strategji për me largu përgjegjësinë nga vetja zoti Kurti për me sumenin në zgjedhje, apo kjo është një buroj për mos me bë deal kompromis me pushtetin e fituar prej 51% për çështjen e presidentit. Se ka pasur të kaluar deklarata pse nuk ndrohet kushtetuta, as po zgjedhet popull presidenti vend nga popull për arsye se po është një farë marrëveshje jo korrekte ka shivullnetit qytetarëve për përfaqësim kuvendën në qeveri, për shkak të postë presidentit, kemi pasur të kaluar problematika. Unë besoj e para Fidan, ajo që ka shumë rëndësi të përmendet është që zgjedhja drejt për drejt e presidentit nuk është se e bën të panevojshme marrëveshjen politike, sepse edhe nëse do të zgjidhej drejt për drejt, nuk mund të ketë kandidat në praktikë nëse e shohim situatën, nuk mund të ketë kandidat që mund t'ia dalin qoftë në balotazh pas në raundin e parë pa pasur përkraje politike. Kështu që eventualisht do të arrinim në pikën e njëjtë. Çështja tek zonja Osmani besoj është më ndjeshme sa kaq. Sa është më ndjeshme? Strategjisë që zoti Kurti po do me përdorë me largu përgjegjësinë vet nga bamja e numrave, përgjegjësinë një argument që nuk ka akteri kryesor që vjen në zgjedhje, apo është vetëm një strategji e cila ja siguron votat për president pa pas nevojë me nda pushtet me dikon prej eksponentëve opozitar. Mandatin qeverisës, pra ai do të me shumë gjasë do të jetë kryeministri i jashtëm i vendit. Për sa kohë nuk e dim. Për sa kohë do të jetë, po nëse marrim parasysh mënyrën se si ka funksionuar në këta 10 muaj, ai do të vijojë të jetë kryeministër në detyrë pavarësisht çfarë ndodh në kuvend. Së dyti, ajo çfarë ka rëndësi është që e vetmja mënyrë që mund ta mbajë le të themi situatën pezullt mes të LDK-s dhe të Vjosa Osmanit është duke përdorur Vjosa Osmanin si karrem politik që të shtrohet presioni tek LDK-ja që ta pranojë. Pritjet e juaj, të njohët se cilën akter politik, të qenë monitoruesin se cilën zgjedhje, të ditë dhe vullnetin edhe qytetarëve, cilat janë gjasat reale që Vjosa Osmani të siguroj vota për presidente. Unë besoj që ka gjasa reale që zonja Osmani të siguroj votat e nevojshme për qenë presidente përmes bashkëpunimit me akter brenda LDK-s dhe eventualisht ndonjë deputeti tjetër individual siç e kemi pasur në vitin 2021, por ideja është që edhe nëse nuk do të zgjedhej presidenti, atëherë normalisht me faktin që LDK-ja do të ishte partia nga e cila ka pritshmëritë kryesore që të sigurojnë votat, kjo do ta vendoste LDK në pozitë më të pafavorshme politike, ndosë unë besoj që ky vetë është prej minimumeve të tyre dhe normalisht zoti Kurti do ta përdorte pastaj mundësinë e rikthimit të Vjosa Osmanit në një listë përbashkët si mënyrë për ta arritur në pikën ku opozita do të vendosen në pozitë palakmueshme, ku një garë e sërishme në mes të zotit Kurti dhe Osmani në të njëjtën listë do të mund të rrezikonte edhe mandatet aktuale. Unë nuk pres që edhe eventualisht në një proces të atill zgjedhor të arrihej shumica e nevojshme për ta zgjedhur presidentin, por të paktën do të mund të friksoheshin këto parti me këtë kartë. Dhe e dyta është fakti që
edhe nëse do të shkonim në zgjedhje për shkak të dështimit zgjedhjes së presidentit, zoti Kurti do të kishte 3 pozitat kryesore. Pra, do të ishte kryeministër, do ta kishte kryetarin e kuvendit, që më shumë gjos do të jetë Albulena Xhiu, e cila njëkohësisht do të ishte ushtruese detyre e presidentit për të paktën 6 muaj periudhë kohore. Pra, kjo tregon që lëvizja vendosë tashmë është në një pozitë tepër të favorshme politike, ku edhe mund ta shtyjë përpara zonjën Osmani, por për ta nuk do të ishte fundi botës, edhe po të mos zgjidhej zonja Osmani presidente, për shkak se normalisht në radhë parë do ta përdornin këtë kartë për ta përçarë edhe më tutje LDK-n, ndërsa në anën tjetër do të kishin gjitha resurset publike në dispozicion, pra presidentin, kryeministrin, duke përfshirë këtu edhe buxhetin e ri i cili do të miratohet, besoj sapo të formohet. Tha zoti Kurti, s'pari ta bëjmë qeverinë, tha ta miratojmë buxhetin, mandej folim për presidentin. Pra po flasim për një periudhë nga sot më pak se 2 muaj kohë brenda cilës duhet zhvillohen gjitha konsultat, sepse më zvoni presidenti duhet zgjedhur deri më 5 mars. Nëse nuk ka president të zgjedhur deri më 5 mars në mesnatë, atëherë zonja Haxhiu bëhet automatikisht ushtruese detyrës presidentës dhe vendi shkon në zgjedhje të parakohshme parlamentare, të cilat decisive nëse deri me 5 mars në mesnatë nuk kemi president, vendi shkon automatikisht shkon në zgjedhje të parakohshme, të cilat pastaj bie që shpallen nga zonja Haxhiu nëse njëta do të jetë pra kryetare dhe me shumë gjas pritet të propozohet si kandidate për kryetare të kuvendit. Gjasat edhe mundësit për një marrëveshje politike të zotit Kurti në këtë momentum për çështjen e presidentit. A beson që mund me pas gatishmëri për një marrëveshje politike me aktorë politik të tjerë opozitën për zgjedhjen qysh është edhe marrë me Konstituta që presidenti marrë si konsensus dhe kompromis si brenda partive politike? Tash, unë besoj që zoti Kurti me që ndodhe një pozitë favorshme politike, nuk e ka problem që dhe të bëj kompromis për çështjen e presidentit, sepse në fund të ditës presidenti i vendit nuk është se ka kompetenca shumë të mëdha në kuptim vendimarrjes përditshme, pra kryesisht është e limituar tek politika e jashtme dhe tek emërimi i disa prej aktorëve kryesor. Unë nuk besoj që është as interes e as nuk ka pse të jetë